sklavë, kështu të më thonë, i lirohë. Ebu Bekri, Allah më shirov, pak ujtë dhe liroj e poni njëri të lirë. Po dhe nga pamjet, dhe më thonë, ishte në gjyre zezë. Nga Abesinia. Një zri si që gëtë. Nga qarremat, a i ka qenë edhe sklavë. Selmani, i cabe migranti kështë ardhë dhe nga Persijet, dhe nga Irani soqën, ishte hedhë me qindra, 1000 kilometra rrugë, gamë, se e kom mërë vesh që ka dalë një që për pejgamber që ka takoj. Edhe fitoj të shurit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka net shumë pranë. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Selmanin i cabe migrant. Habbabe dhe ky tip sklavi kështë qenë. Se për pari që s'kishin da, leke gjana këtu të pasër. Dhe na fronea të thë parin e Mekës, e në të vëjmë dhe, në të të rejnë e mata. Edhe se kështu thonë është. Me i thonë ministrit ose kryeministrit se dhe po, ale të falë në bashkë dhe ja. Po kush të bani kryeministrit dhe, kush të bani ministrit dhe, kush të bani deputet dhe, kush të bani doktor dhe, kush të i dha të këta mirësi. Ka ke mendu që i ke marka, që s'ke ra më lëgëri, për me ndelet pra je. Ta onë si e 7-8 veçare dhe. As si 5 vjeqë nuk je. Ja, asë ajo. Zera je këtë. Allahu dhëtë, ata e në mendeleti. Pra, nëse shifni të lashme, se bollek ka sa dorë se në përbohë, po prapë s'ka që si, s'ka, vetëm për i gjinamë. Pra, shkaku i parë, largimi nga Allahu. Shkaku i dytë, gjinamë. Edhe luftrat që ka ndodhë, për shkak gjinamë. Nëse ndërtohen bankat me kamat, ku do i qërë edhe lekë për luftë? Ju betohen në Allah në kretë për luftë shkërë. Ku shkërë në njëdhe? Miliona, mija tankë raketa për luftë. Nuk të kesh hajrë për i asaj kamat. Zhytjen gjinafët. Raziku madhë, gjinafët të nëzinë zemën. Në lejë shirë. E qenë botë në luftë. Se Allah o thot ja, se pësër. Po Allah o që në shënë e ka në lukë dhe mësë me kërë këtë gjina. Për shemë dhe moralitet, hapë, këtë monën. Jo shtonë, i bekovë zoti. Shtonë zënë, krejtë më regu. Po njëriu, i moralitet, vend gjina. Po sa gjina? Pra deri në shkallë që njëriu lodhë të punon. Po nëse shëqohet me gjinafët, nuk ka hajrë. Kodë të shëqë. Që më fitu, që është punu, vetëm ka hanë buke ka razion. Tjetër gjënë hajrë nuk ka hanë. Për shkak të gjinafët. Sa arretën, sa të qenë të botën, kore Nuhut alayhis salam. Djali vetë, kundër shtatjatin e qërë baba me kundërshtu pejgamberin e Zotit. Maj ndershi. Maj regulli, maj pasë. Qa më të themi, më lidhi fjallë të mire dhe thoni për Nuhun alayhis salam. I dërgumi Zotit. Or birë. Hajde këto se në bëda bijet jenë majët malit. Ja, dha. Ku ka Zot tha, që të më fundosi mu dhe me këtë majën malit, apo jam njëtën. Edhe i tha Nuhut, me të vërtet i e prej mendeletve. Pse? Tu bëha një në tokë. Si me bëha një në tokë. Shdu dhe një në tokë. Ka detë, s'ka detë. Budalli të kretë. Po ka herë, edhe shumë herë sot, për shdo gjonë që të ati gëtoj me fjallën budallë, të ati se ke pasuri. Shpirtërore, morale, burnore, të gjitha i ke të mirët nëse të etiketoj, duke të thonë që ti je budallë. Budallë asë është, si të themon, është të mëmë pasurije e vërtet. Të mëmë të je shpi, të je burë shpije, gru shpije, djallë shpije. Nësë ata të veçër, edhe thonë lene këtë. Kjo është ata mendeleri. Valla i thonë dërgu këtë Zotë. Thonë, këtu do të ndërtojtë se kështu këmë marë urnë për i Zotë, dhe këtu do këtë ujtë, do përmëndë.
Përmëtet sa të dojtë, sa t'jem maja zvenda. Po kombi lutit. Një këto që janë gjajtë që me këto gjyret e Ilberit. Keni pa ata me shumë gjyra që i morale shtazorë. Ma kejtë se shtazë. Ma kejtë. Zotin a falë, do të përdojmë shprejë ma kejtë se shtazë, sepse shtazë janë krejtësisht në lësonë. Po se banë, vetëm, asni se banë punë atyre. Allahu Gjellë vallahi bani kiameti. Kiameti. Si ta thënë një 10 herë sa Shqipëria. E ngrejnë hava. Nalë ndosh në do të levër dhe qenëve. Të lefë qenje të jehona në hava. Ate e qoj me levu. Edhe i përmesu. Se? Për këta pislejtë. Sa që edhe gruja e lutit i morali. Ska dhe Leningrad, atje të kejtë. Pura, në thënë qirë. Me tarë tërë me i përmenë të dashë dhe me. E shemi Allah, gjële shkëllë. Po e shëntoj shëjtonin e malkumë vetëm nga gjinohë, nga meni malsia. Më i bukra krijes shëjtoni ka qenë. Më i madhi adhërus. I bukra dhe adhërus. Kush bujnë? Pra kërë në qfaq shëjtoni, e buhërejës thotë s'kam pa krijes ma shëntot në botë më. Më i bukri ka qenë. Edhe erë ma të keqë në botë s'kam pa më thotë. Erë ma të keqë, ma të qelpët. Se, kundështoj Allah në gjëre shërë. Boni gjina të ranë, kufër. Ja, kjo sështë, kjo ademi e lecina. Ko e qonë gjinafët? Ko e qonë gjinafët karonin? Ko e qonë fironin? Ke u përmesu shkatru bote për shkat gjinafët. Edhe se nëse shifë një shkatrime, vallaj vetëm për gjinafët. Asë për i do tjetër më. Allah më është i zemru. Se punon se i gjinafët e zemrat Zotë. Largon melek. Melek që të rujë, të gjithë të mbrojë, i largon për shkakun e gjinafët. Armiku ma i madhi njeriu është vetja vetë. Qërë e shetë gjenetin prior të frejnë. Këta që pi, për shemë alkohol, më thoshtë se ke provu, më provu e kërë. Të pish e kërë, qartë najsi e të më thonë se ku ke për flëdëru. Të kur ti është pishe, po të pishi që i të mirë,